si të nënshkruani në mënyrë digjitale. Fillimisht do të shfaqet pëlqimi për përpunimin e të dhënave. Pastaj fillon procesi verifikimit të identitetit tuaj. Procesi i verifikimit të identitetit bëhet përmes leximit të informatave elektronike të dokumentit tuaj të identifikimit, si dhe video inqizimit të fytyrës. Filloni procesin e verifikimit të identitetit duke zgjedhur dokumentin. Vendosni anën e përparme të dokumentit dhe mbajeni në kornizë. Lëvizni dokumentin sipas instruksioneve. Vendosni fotografinë e dokumentit në ovale dhe vazhdoni procesin duke vendosur anën e pasme të dokumentit në kornizë. Për të vazhduar me procesin e verifikimit të identitetit, përmes inqizimit të fytyrës tuaj, fillimisht duhet të qëndroni në një vend me ndriçim dhe të aktivizoni kamerën. Leximi i informatave elektronike të dokumentit të identifikimit, si dhe inqizimi i fytyrës është gati. Identiteti juaj do të verifikohet. Pas verifikimit të identitetit, do të shfaqen dokumentet për nënshkrim digital. Ju duhet të pranoni kushtet dhe afatet. Për finalizim të procesit, si hap të fundit, do të pranoni një kod me SMS në telefonin tuaj. Banka Raiffeisen, make it happen.